Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, mirësi, begatit e Zotit qofshin për mbi gjithë ju që jeni këtu. Se kur i themi një njeriu një tjetër, i kemi thënë si e kalove, kaq. Mirë ka kaluar. Përshëndetje, krejt normale. Unë po shohim që gjumë të ndryshme të botës të japin më shumë. Ciao, është bërë e krejt normale, të përdorit, nëse na duhet, nëse na bëjmë më mirë, kuptohemi më mirë me njëri tjetrin. Okej, krejt, edhe ne kemi filluar të përdorim fjalën okej. S'ka në gjë, ndryshohen, ecën, lëvizën. Pra 3 çerek të Shqipërisë jetojnë me migracion, atje, kanë zhvilluar jetën atje. Çfarë flasin atje? Aleikum selam. Gjuhën e nëns, asnjë. Gjuhën që ka atje, gjuhën që t'jep bukë, gjuhën që lëviz, gjuhën që flet, gjuhën që merresh vesh me shtetin atje. Pra, çdo gjë lehet në botë. Vatani. A kanë ndonjë? Lehet shtëpia, lehet toka, lehet puna. Vetëm një gjë nuk lehet dhe merret me vete kudo që shkoj. Unë vao me njëri? I gjë nuk lehet. Besimi të Zotit. Edhe unë e falenderoj Zotin që ju jeni me fat si lagje këto si katun, ju bekohet Zotit inshallah. Kam respektet më të mira, përshtypjet më të mira për ju, prej rreth 36 vitesh që njihemi, kemi dhe mik këtu, kemi dhe shok këtu, kemi hyrë, kemi dalë shpesh herë, pra kam përshtypjet më të mira.